Aslani. Lutë deputetët dhe regjin të bëjnë gati për votimin e anëtarëve të komisionit zgjedhor. Votojmë tash. Regjia. $65 deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Konstatoj se kuvendi emëroi anëtarët e Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës. Tani bëuni gati që të votojmë edhe një herë për prezencë. Regjia. Votojmë tash. $65 deputet janë prezent, 55 deputet nuk janë prezent. Edhe një herë po I referojmë dispozitave kushtetuese. Neni 86 I Kushtetutës së Republikës së Kosovës thotë që për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës në votimin e parë dhe votimin e dytë kërkohen 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, të paktën 80 vota për. Në sallë janë 65 deputet. Edhe deputeti Gola më tutje me votimin. Disa herë në këtë seancë I bëra thirrje deputetëve të cilët mungojnë që të vinë, të jenë pranishëm në përputhje me kërkesat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, situata është që ata nuk janë të pranishëm. Rrjedhimisht nuk I kemi 2/3 e deputetëve, 100 nga 120 deputet, pra nuk janë 2/3 që I bie 80 deputet në sallë. Rrjedhimisht nuk mund të vazhdojmë me votimin e raundeve, sepse siç e dini, në votimin e parë duhet marrin pjesë të paktën 80 deputet, edhe në votimin e dytë duhet marrin pjesë të paktën 80 deputet, në votimin e tretë duhet marrin pjesë të paktën 61 deputet. A I dëshiron dikush fjalën? Me këtë rast po e ndërpres këtë seancë dhe natyrisht që do ta vazhdojmë në qoftë se plotësohen kushtet. Faleminderit dhe shihemi në seancat e radhës.